أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بالسنة من يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb. Ndërsa ata që janë të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhë të parë, t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arritë te kapitulli 5 në Kitabul Fitan, librin mbi sprovat të Imam Buhariut, ku thot bab dhuhurul fitan, thot kapitulli shfaqja e fitneve, sprovave. Imam Buhariu në kapitull ka përmend 6 hadithe që na flasin për shfaqjen e sprovave, fitneve. Hadithi i parë është hadithi e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, që na flet për një gjë që na sot realisht kur e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thonë para 1447 viteve, ndërsa ne sot këtë fjalë tina e prekim me durët tona, e prekim dhe e shohim. Për çka është fjala? Ndëgjaja hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-'amalu wa yulqa ash-shuhhu wa tadhharu al-fitanu wa yakthuru al-harju. Qalu ya Rasul Allah ayyuma huwa? Qala al-qatlu. Hadithi i parë është hadithi e Abu Hurairës, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot koha do të shkurtohet, do të afrohet koha, do të paksohen veprat e mira do të jenë të pakta në mesin e njerëzve. Do të plakos, thot, kooperacia, plakos në gjuhën shqipe i thonë me mbulu diçka. Do thot kooperacia do të mbulon njerëzit. Do të shfaqen, thot, fitne dhe do të shpeshtohet, thot, hergji. I thanë, ja Rasul Allah, e çka është fjala hergj? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vrasja, do të shpeshtohet vrasja, do të ketë vrasje të shumta. Dhe na gjitha këto që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë dëshmitar. Unë veç pe i lexoj hadithet që kena adet me i lexuar, tani do t'i marrim se në hadith do ta komentojmë. Hadithin e dytë është hadithi i Shaqiq ibn Abdullah, qala kuntu ma'a Abdullah ibn Mas'ud wa Abi Musa, faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam inna bayna yaday as-sa'a la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-harju wal-harju al-qatl. Thot Shaqiq ibn Abdullah, që transmeton prej Abdullah ibn Mas'udit edhe për Abi Musa al-Ash'ariut, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, para kiametit do të vinë një kohë kur do të përhapet ignoranca. Shisha, subhanallahu, këtë çto hadithe që kemi përmend sonde, këto na do të thotë s'ka një njeri me që mi zamonit tanë që mundet me kundërshtu këto. Këto kretion prezente tek muslimanët. Thot para kiametit do të vinë një kohë ku do të përhapet ignoranca, do të paksohet dituria dhe do të shpeshtohet hergji, e hergji është do të thotë vrasja. Hadithi tjetër që e ka përmend është hadithi po ashtu i Abu Musa al-Ash'ariut, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot inna bayna yaday as-sa'a ayyaman yurfa'u fiha al-'ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yuktharu fiha al-harj wal-harj huwa al-qatl. Thot Abu Musa, që i njëjti hadith,
Thot para kiametit do të vjen një kohë kur do të paksohet dituria, do të përhapet ignoranca dhe do të shpeshtohet herxhi që është vrasja. Tash Imam Buhariu e përmendi transmetimin, rivajetin prej Ebi Musa al-Eshariut dhe Abdullah ibn Mas'udit. Tash hadithin që e përmendi është rivajeti vetë se i Ebi Musa al-Eshariut, o ti njëjti. Edhe këtë Imam Buhariu e bën shpesh në Sahih al-Bukhari, domethënë veç për me forcu edhe me tregu do të thotë vërtetësinë e hadithit. Pastaj është hadithi tjetër që na tregon për çështjen e herxhit, që a do të thotë fjala herxh është në gjuhën arabe, është në gjuhë tjera. Ebi Musa al-Esh'ari thot, e kom dëgju thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke thonë hadithin të njëjtë sikur që e përmendëm, dhe duke thonë el-herxhu bilisanil habashati al-qatl. Thot fjala herxh është në gjuhën persiane, në gjuhën e Abisinis, falemni, në gjuhën e Abisinis, do të thotë që i bjen vrasje. Hadithi tjetër është hadithi i an Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud, thot بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيه الجهل. Thot para kiametit shpeshtohet vrasja, zhduket apo humb dija edhe shfaqet ignoranca, xehli. Dhe hadithi i fundit që e ka përmend është hadithi i Ebi Musa al-Esh'ari, se ai ka thonë thot ennehu qal li Abdullah ibn Mas'ud ta'lamu ayyam allati dhakara an-nabiy ayyam al-harj, i ka thonë atë kujtohet ditë të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditë e vrasjeve kur do të vriten njerëzit. Apo ngjashëm me to thot Abdullah ibn Mas'udi thot po, e kam dëgju thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë yaqulu min shirari an-nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya, njerëzit më të këqij ata të cilët i nxen kush kiameti. Çton hadithe që i ka përmendur Imam Buhariu në këtë kapitull që tham është kapitulli bab dhuhurul fitan, shfaqja e fitnave, sprovave. Tash e marrim hadithin një nga një. Në radhë parë emërimi i kapitullit shfaqja e fitnave, sprovave, thot Abdul Karim al-Khudairi, komentuesi më i miri Kitabul Fitan te Imam Buhariu, thot wal muradu bidhuhuriha kathratuha. Qëllimi thot me shfaqjen e fitnave nën kupton do të thot fitnet e shumta. Fitnet e shumta. Wa illa fa wujuduha mutaqaddimun mundhu an kusira al-bab bi qatl khalifat ar-Rashid Omar. Edhe pse thot prezenca e fitneve kanë nis me dalën pa prej momentit kur thy thot dera e vrasjes e khalifës Rashid Omar ibn al-Khattab, kur është vra Omeri. E dini këtë rastin e kom përmend, nëse zgaboj, nëse e kom përmend mirë, nëse jo pe përmendi, po që e kom përmend për sëritje. Të tash po di, bova ke kom përmend dersat janë në xhamia tona, se dersat e përhapur me kanë herë njëri fol e haron ku e ka thonë. Po nuk ka zarar për sëritjes, se edhe Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, për kujtës e për kujtimi i bën dobi besimtarve. Omeri radiallahu anhu dashurit e mi ka pas një lloj meraki që thojmë na. Çka i ka mbledh sahabët që kanë pas dije, që i kanë dishëm, edhe i ka shti me fol në prezent sahabëve dhe tabiinëve të tjerëve. Në ditë për ditëve ka thirr Hudhaifa ibn al-Yamanin. E ju e dini Hudhaifa e ka pas një veçori që është dallu pi sahabëve të tjerë. Sahabët janë dallu secili ka pas një veçori. Për shembull, Muadh ibn Jabeli ka qenë njeriu që e ka ditë mas mirë halalin edhe haramin. Abdullah ibn Mas'udi ka qenë kush? Prej atyre që e ka ditë Kur'anin, tefsirin e Kur'anit mirë. Abdullah ibn Abbasi, çashtu. Secili sahabe e ka pas. Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu e ka pas një veçori tjetër. Çka i ka ditë sekretet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thotë i kanë thonë sirrun nabi sallallahu alajhi wasallam, ai që i mban sekretet që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka kallzu veç Hudhaifës. Ka ardhur një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Hudhaifës, ja Hudhaifa, ihfaz anni.
mbojmë bend prej meje këto që ka po të thonë emrat, ka thonë filoni, fisteki, kë ja ka numru këtë emrat e munafikave. Edhe Omeri, basi ka vdek, para me do tash. Ka vdek pejgamberi s.a.s. 2 vjet e kusur të khilafetit Ebu Bekrit, kur anë khilafetin e ti, në ditë për i ditëve, po thonë në atë rezidencen e ti që e ka pas, e ka thirë Hudhejfen radiallahu anhu dhe sahabet tjerë. Edhe i ka thonë Hudhejfe, si ja Hudhejfe, hadithna anil fiten, na fol për fitne. Se është, vjen këtu Imamul Bukhariu e përmen në kapitullin e 11, e përmen këto të Hudhejfes, Hudhejfja thot radiallahu anhu, kanu nasu jes'alun e nëbi s.a.s. anil khajr, e pëtshin njerëzit, thot pejgamberi s.a.s. në khajr, a unë thot e pëtsha për shër. Pse? Mu rujt. Edhe Hudhejfja, për kësoj e hadithi që e përmenda, të regon se Hudhejfja ka qenë specialist i fitneve. I ka njoft meselet e fitneve mirë. Ma mirë se Hudhejfja si ka njoft askush. Që ata dhe Omeri ka thonë, hadithna anil fitan, na të rego. Tash Hudhejfja e ka marrë vesh Omerin, që ka pëllyp Omeri. Ka thonë, el fitne tu, fimal, njeri ka thonë fitja në pasuri, në vlad, në gru, e kështu me radhë, ka thonë, ja, ka thonë me jo, ka thonë. Këto ka thonë, i pastron namazi, sadakaja, vdesi, këto, ja, ka thonë, folna për ato fitne, që mendjen driturit, mendjen driturve ju hup mendja. Hamenden, nuk din që me bo. Apet Hudhejfja, ka dash me rujt Omeri, së pe din që ka po dënë Omeri. Po ka thonë, po qka po dënë, ka thonë, ti o khalife të Rasulillahi s.a.s. Ka thonë, qka po dënë ti o khalife, o prisi besimtarve, qa po dënë me të folë para të fitne, kur ti s'kimi arrit, se me steje dhe aty në fitneve, është një derë. Sahabet për rreth, e ndëgjëshin, thështë, qa jonë të folë ta njerëz, njoni po dhët dera, këj po dhët fitne, së është kjo. A dhe dikur, Omeri tha, mirë tha, që kjo derë tha, a thehet, a qelet? Tha jo, tha thehet, u qu Omeri radiallahu anhu e kapi kokën me 2 durt e ti, tha, kuku, mjerë për Arab, mjerë për musliman, që ka për ju doj kam ju ardhë, dhe dollë të u largu, sahabet e këshirë, qa marë halli këti njeri, këj po qotë, për i thëtë të fjallë, këj tjetëri, dikur i tha në Hudhejfes, Hudhejfe, apo na të regon që ka kjo bised mes juve, së s'pi ju marrin vesh kur gjo. Tha jo dera, tha Omeri, vdekja e ti, tha, atërë do të hapen, do të na hynë fitnet. Do të na hynë fitnet edhe vërtet, mas vrasës Omeri radiallahu anhu, jonë hy fitnet të muslimant edhe s'janë ndalë derin sot e kësaj dite. Ama këtu javlen me përmen që që i dashurjem Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, kane baben, o kon derë për fitnet, si kalo fitnet. Sot na, për fat keq, së mundem që ti. Më bo derë për vetën tonë, për balë që ti. Për balë telefonit, na së mundem. E lema më kon ti derë, që më kon një loj derë me imbrojt musliman, thonë musliman, valla ne kena filonin, kjo është derë për ne, sa është kë, fitnet s'navin, se kjo është një farloj derë për balë neve. Përshë Omeri, sa i madhë radiallahu anhu, ka qenë edhe thërë Omeri radiallahu anhu, që do thotë edhe o largu, do thotë edhe nëna dëshmitar, do thotë me vrasjen e Omerit, fitnet kanë dalë me të madhe dhe s'jon të ndalë, a përshë fitnet gjdo dit, vesh në ndrohen gjyrnat e fitneve. Sa kalon një fitnje, vesh kur del një fitne tjetër, me një gjyrë tjetër. Tash po kthehemi te hadithi i parë. Hadithi i parë i Ebu Hurajrës radiallahu anhu thotë, ja taqarubu zaman, koha do të shkurtohet, do të afrohet. Ulemat kanë jep mendime rreth kësaj, çka nën kupton me afrimin e kohës. Paksohet koha. Kanë jep 3 mendime bazë. E para ka thonë, është për qëllim barazia e natës edhe e ditës. Barazia natës dhe ditë, qysh, përgjojmë, 12 orë ditë, 12 orë natë. Abdul Karim el-Khudejri thotë, kjo është ba'id, gjithë në largë është, s'ka kuptim, edhe s'ndodhë, kjo s'mundet me ndodhë. Duhet me ja kalu, ja dita natës, ja nata ditës. Kur ja kalon, dimrit ja kalon nata ditës, verës dita natës. Kjo mendimi i parë. Mendimi i dytë, thotë, kjo ndodhë, atë shkoha është e shkurt kur të afrohet shumë afër para ndodhisë kiametit. Edhe kjo thotë Abdul Karimi është larg.
kuptimi më i afërt, wallahu ta'ala alem, është që kjo të thotë tisarul a'mar hadhihi al-umma. Ymri i shkurt i këtij ummetit. Edhe që kjo është dëshmitar, dhe po thotë djem na shohim në për xhamia tona atje kur del çdo ditë Zotit ato afishet ku vendos dhe sheh 45, 47, 50, 52, kur peshojmë do një 70, pas ka 70 vjet. Ma 70 nuk janë shumë. Ama pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar, ka thonë a'maru ummati. Dikani këtë hadith, vallahi që ka hadith i madh, e pas njerëz mend edhe me punu se këto plot e besojnë. Kret na që të besojmë. Me i thonë që tash me bo si lloj tjetër, me thonë, a ka dikush që si beson fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? S'ka kuptim imani mos me i besu fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në praktika i besojmë, që tu ka dalë tash tush mohabet tjetër. Me gojë na këti besojmë. Ama me qitë në praktikë, në amel, me punu me ta, që tu tani shihet besimi i vërtet, edhe besimi do të thotë, edhe ajo besim po i mbështjellu me gaflet, me neglizhencë, me përtaci e kështu me radhë. Qa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A'maru ummeti bejne 60 wa 70. Jeta mesatare e ummetit tem është mes 60 dhe 70. Pak ka thonë unë ata që e kalojnë. Unë që ditë në kanë herë, tash ju pyesoj në shumë alhamdulillah në këtë të rijeni, domethënë të pak ka juve kush e s'besoj që asnjë juve që i ka 50 vjet. Këtë janë ndër 50. Ama kur i shoh do që i kanë kalu 60, atë 70, edhe hala i sheh ata domethënë si mi pa pas 20 vjet. I bojnë veprime, thonë, ama një arabi, qka është me këta? E lema ata që përna dalin në për televizora, po do që si në mpej, unë e kom marak gjemotit pejës, mi thonë, me këna në do vorat e të vjetra mpej, thonë, vorët e kakaricit. Thonë, një kom e kon kakaricit, një kom këndejna, del këdo do atri, libe të hoxallarve, prallat të hoxallarve, mëre miskin, mëre se ti, dit i kit numëru me, do shta që dit, e qova gatë, bo vaki orët kanë bet për jetës, tub ila Allah, pëndoh të Allahu, këtheu të Allahu. E këta për qëllim dashur të mi, e të karu bu zaman, është afrimi i kohës do të tëtë me përkthy, me parafru kuptimi ato, wallahu ta'ala, në që ka dashur me thonë Rasul s.a.s. është për qëllim do të tëtë se jeta e shkurt e këty ummeti. Kanë jetu në kohët pejgamberve të tjerë, do të tëtë Nuhi a.s. 1.50 ka bo dawe, ka thirë rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. Kanë jetu gatë, kanë pas jetë më të gatë. Tash, po thëmë, pak jonë ata që i kalojnë 70. Dhe pejgamberi ose që thot në hadith, thot, la taqumu as-sa'a hatta yataqarabu az-zaman, fatakunu as-sana, pashallah, në që të hadith, unë apet po thëmë, nuk është që na si besojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po na i nqasojmë nga njerë Ibrahimit a.s. Qysh? Se Ibrahimi e thonë, qa ka lypi Allahot? I ka thonë, o Zot, ma kalzoj si ndodhë rinjalli. Asa ka besu rinjallin Ibrahimi, ja? Allah i ka thonë, e fele tu'min? As po beson nga thona? Ka thonë, po Zot, besoj, ka thonë, po du me qëtësu zemrën teme. Na kena nevoj ka njëherë, disa gjëra mi në lezu për mu qëtësu zemra jonë. E sidomos po flasë në kohën tonë, kur do shta nga njëherë na pa dëshiren, apo me dëshiren tonë, him në për TikToka, Snapchapa, Mapchapa, ledzojmë sende që s'du të me ledzu, të hindaj karabisht. Edhe qatë karabisht, kiti nevoj ka pak me largu me qka, me bindje. Që këj hadith, subhanallah, nëjnë atë e përjetu. Unë e kom qenë sot dyom dërstu, apo? Pasha Allahut që është një. Po bona shumë i sinqert, apo? Po më doke që dersin që e kena mbojt sot dyom, o kom dje par dje. Që ndëgjaj hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a hatta yataqarabu az-zamanu fatakunu as-sana ka-ash-shahr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti, nuk do të ndodh kiameti derisa nuk afrohet koha. Fatakunu as-sana ka-ash-shahr. Bëhet të viti si një muaj. E lam vitin 2025. Besoj në thot. Me 12 janar. Përshë sa shpejt përshkon koha. Ik shpejt. Pasaj thot, wa yakunu ash-shahru kal-jum'a. Bëhet muaji si gjuma. Wa takunu al-jum'atu kal-yawm. E gjumaja bëhet domethënë si një ditë. Wa yakunu al-yawmu kas-sa'a. Edhe dita bëhet si një orë. Na vetë dëshmitar, po qohë për gjumit, qohë është 6 e falë sabahin, si të falë sabahin, e pilli kafe, nëse del me vlasni, ose shkon pak jakep edhe pak gjumë, qohë është puna, erë mbas ditja, erë akşomi, erë jacia, shkoj nata, shkoj dita.
Doket me të vetë çot ditën, çysh e ke kalu, vallai, si një orë na ka shku. Shkon aq shpejt do të thot. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa takunu sa'a ka darmati bin nahar, bin nari", e ora kalon thot aq shpejt sa që diçka digjet me një herë dhe mbaron. Kur merr diçka, e ki po diçka që është e thot, kur e merr me kollët shpejt. Kjo tek fjala ket damrati bin nar, muhaddithin të hadithologët e kanë kaluar. E damra disa kanë thonë është sikurse me marr qibritin. E ke pa qibritin kur edhe çu shkollët sa shpejt ajo fija qibritit? E ke pa sa shpejt kollët? Thot çast shkon ora shpejt. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa yanqusul amal", paksohet, do të paksohen veprat. Veprat do të paksohet. Nuksanul amal, thot Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, nuksanul amali mushahidun al-yawm bi kathra. Thot puna e pakt apo paksimi i veprave të mira në mesin e muslimanëve. Se çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wallahi ladhim, na jetojmë në këtë gurbetin e përmendur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith që ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Badal islamu ghariba fa sayaudu kama bada'a. Ka fillu islami si huj, do të kthehet si huj, të lumt ata të hujt, fatuba li ghuraba'i, është për qëllim tuba, disa muhaddithin, haditholog kanë thonë, tuba është një pemë pi pemëve të xhennetit, do të jenë ndër pemën tuba këta ghurabat në xhennet. Edhe sot muslimanët, në mesin e muslimanëve kanë herë muslimani e gjen veten të huj. Se për këtë gurbetin nuk po flasim për gurbetin me shku në vend të hujt, që s'të ngjekur kur. Jo, këto për qëllim gërbetëllokin vepra të mira në mesin e familjarëve. Njeriu në shtëpinë e vet, pranë babes, nanës, vllau, motrës, gruas, ku ta diunë, e gjen veten kanë erdhë vetëm, apo? Je kanë erdhë me një qendrim tondin fetar që Zoti ka hyrë prej teje, ti thosh që kjo haram është, apo keq shtëpia thon halal është. A baba kiç ka zban? A ju ka ndodhur ergo? Po vallahi na ndodh se të neve kjo. S'ka më e rron se ti më uqu, me thonë, "O bre njerëz, babes që kjo halal, o bre." Allo, ja, s'është halal. O më bre sa haram është, ai thotë, "Ja, s'është haram ti. E ke strangu ti, e ka strangon fen. Je po ekstremist." Bodo pak me men, çu thon, open mind, a? Ha, apo? Open mind. Open mind, pa ka thonë. Ani, ai xhenemi open mind është xhenemi. Wallahi billahi xhenemi këtë për open mind është. Xhenemi është auton bishahawat. Edeni kur Allah subhanahu wa taala ka kriju xhennetin dhe xhenemin, e ka thirr Jibrail alayhis salam, i ka thonë Jibrailit, "Hajde me pa çka kom përgatit pasporti për xhennet për robët e mi të mirë." Kur e ka pa Jibraili xhennetin, begatit e xhennetit, bukurit e xhennetit, o kthyte Allah, i ka rënë sejdë, Allah ka thonë, "Nuk kam ndëgju dikush për to, veç se kam hinto." Atëherë Allah i ka thonë, me lajkeve shka, rrethojeni, ka thonë, xhennetin me gjëra që nefsi si dan, shpirti si dan, me vështërsi. Jo shku e kanë rrethu, i ka thonë Jibraili, "Çka këshire tash?" Kur është shku e ka pa Jibraili alayhis salam, o kthyte Allah, i ka rënë sejdë, ka thonë, "Ja Rabbi, tutna që kur kush do s'ka me hi." Atëherë është shku e ka pa xhenemin, kur e ka pa xhenemin sa i trishtum është, o kthyte Allah, i ka bë sejdë, ka thonë, "Betona në ty, ja Rabbi", ka thonë se kush ndëgjon pi ti për ta. Kush ndëgjon për ta, thot as kush në ta s'ka me hi. Se i trishtushëm. Atëherë Allah i thot me lajkeve shkoni, rrethojeni me gjëra që i dën nefsi, me epshe, me harame. O shku e kanë rrethu, kur shku e ka pa herën e dytë, o kthyte Allah, i ka thonë, "Ja Rabbi, tut nëse kush ndëgjon për ta, veç se ka me hin ta." E sot dashurit e mi në zamonin tonë, kur po flasun e tash, wallahi billahi, nëse nuk kena që tash në zamonin e harameve, unë s'di çka është harami. Çaq na kanë rrethu haramet. Gjithë ka haramve, edhe në WC e kremekumullah kur shkojmë të kanë qitë haram. Isha shtash para një kohën në qendër, po ta nevoj me hinë në WC, hina, muzikën në WC e kështë i pramë, thash, ja Allah, edhe tu shejtanës 2 milion ratë njerës. Unë e përmendin një sej që sënë që ndështë ta dikuj si do këtë, na shkojmë një kafesh me pi kafe, edhe unë si hoxha, edhe ju si gjemat, ullë, ma 12 muzika, se kem na, pa e kështë problem se kem këtë punë. Pse se jena familiarizu me ta, na u ka bo një neva jo punë. Nuk është dikush që të Allah po bdhesh i bu që ka valla, që haram, po di haram. Ai pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë dëgju muzikë dashurit e mi, i ka qit giksta ashtu, ka thonë pse? Edhe ka thonë muzika mbill në zemër nifaq, si hipokrizi.
Na sot, Allahumma salli wa sallam, na ka do dhe fetva, po jemi vëllai muzika halal është apo. Tha me do me violina, si me shtin gjumë, me marr violinë me shtin gjumë me tha. Kohë e shahavateve. Para të arsy dashurit e mi, pejgamberi s.a.s. na ka tregu, thot janë kusul amel, do të paksohen veprat. Paksimi i veprave të mira është i dukshëm sot, thot Abdul Karim el-Khoderi. I dukshëm me mas të madhe. Sa që thot, qështa, shka e përmen një detaj. Sa thot gjejmë, thot në jetën e njerëzve të mirë, muslimanëve të mirë të parë të hershëm, ibadet të madh që kanë bo dhe vepra të mëdha që kanë bo, në të zemonit tonë, kur i ndëgjojmë ato, na duken çka iluzione. Thot sa bilem disa marrin nguzim thënë këto janë pralla. Tash për shembull, çe, apo vjen Ramazani? Allahu na bëf nasib me hinta, thuni amin. Edhe pak ditë na vjen Ramazani. Do thot edhe diku një muaj, sa ka mbet, një muaj 6 ditë. Me 18 shkurt inshallah taala, nëse na gjallesh ndosh i falim taravijat e para. Ja Ramazan, Ramazan, xhallar ti bëjmë nasihat xhamatit, kanë ardhur thonë imam Shafi i ka bëu 60 thot. Oh, 60 thot be. Po 60 thot be ty duket shumë, a di pse? Se na me Kur'anin jena përshëndet veç në Ramazan, edhe në Ramazan si ata kerët e thyme. Vjen ta hoxha, hoxh, kam lexu Kur'an këtë Ramazan. Oh, mashallah, sa me vot dihat me bravo. Bravo. Po edhe një me bravo mi thonë. Ama, me po me këthy të ata, me po me janis dashurit e mi me po, tash dikor, po unë punoj, po mirë be, a kujton që ata në dembela, s'kan punua? A kujton që ata nuk kanë punua? A kujton që ata s'kan pas familja? A kujton që ata s'kan pas biznesa? Jo be i dashurim, po ata, di që ka dalimi, mes neve dhe atyre, se ata e kanë pas Ramazan 12 muj. Ne e kena Ramazan veç një muj. Që kjo dalimi mes neve atyre. Unë e kuptoj që na nuk mundem me pas atë elanin edhe atë zellin dhe atë punën si në Ramazan. Po, bilem me zbrit në den gjys. Mos mujshim 100% se s'mundem. Se në tjera dhe thona, po bilem den gjys. Nëse i ke lexu Kur'anin, do më thonë, nuk unë s'kam kompromis. Unë e di tash dikush thotë qysh, o vallahi, qysh dush bën atë. Se unë s'jam dal, këtu do të thotë, unë jam dal me të orientu, edhe kam obligim me të orientu, me të më bo sebeb, inshallah taala, pas Allahut me të udhëzu ka rruga e drejtë. Ama unë nuk kam tash obligim ty me ta mbush mendjen tonë dhe ti që ti duhet më unë lexuj çdo ditë Kur'an. Ama unë kam obligim me të kallëzu që nëse nuk lexon Kur'an ti çdo ditë, ti ke problem shumë me besimin tënd. Imam Ahmedi rahmetullah alej ka thonë, ai cili nuk e bën një hat me brenda 40 ditëve është rajulu su, është njëri keq. Imam Ahmedi, jo Ernest Goga, Imam Ahmedi, kush don, do t'ja bën një replik të këshillit, ndoshta na e mbush mendjen që ka pas kaq Imam Ahmedi. Po çush ka mundësi për një musliman mos me lexu Kur'anin? Hajt kallzon ti çto. Çush ka mundësi një musliman që thotë e kam besu Allahun, e kam besu Rasulullahin si Rasulullah, edhe Kur'anin si fjalën e fundit që ju ka dhuru njerëzimit, si shpallja e fundit, edhe se lexon. Qysh? Sa të merr kohë ty me lexu? A di sa të merr kohë me lexu 20 faqe Kur'an? A di sa të merr? 5 kohë namaz, në secilin namaz me i lexu ka 4 faqe. Veç ka 4 faqe. 5 × 4 20. Gjuzi ka 21. Veç në namazin e fundit lexon 5 faqe dhe bën gjuzin. Ai që lexon në rrjedhshëm Kur'an. Tash nëse po flas, leti këto që do më mësu. Ti dush me ndjek tarikan në rrugën me mësu. Kur të mëson Kur'anin me lexu, edhe lexon në rrjedhshëm 4 faqe, nuk të vijnë më shumë se 4 minuta. Ti tash ja bën para çdo namazi 4 minuta shkon, ose mbas çdo namazi rrin edhe 4 minuta më shumë. E merr edhe çelë lexon, vallahi billahi, praktiko që tash apo thonë ti. Pasha Allah, me kalimin e ditëve kime pati veten, jo një gjës, po kime lexu 2, 3, 4, 5, 6, 7, apo i lexon vallahi. Ti aty sa lexojmë na mesazhe kote në telefon. Që shon kon sahabët me Kur'anin, që ka thonë, çdo kush e ka thonë, kom dëgju si fjalë, pe citoj, tha sahabët me Kur'anin janë kon si na me telefonin. Te ki pa na, te kryt, tu flejt hoxha, telefonin e ka te kryt. Hoxha, hoxha e ka. Se hajmë na pa telefonin e flejt. Me na ndal internetin, a na ndal limoni, na ndal.
S'ban pa internet apo ton. Pse se kjo, pse na i kena lidh zemrat. Pse na i mbojmë telefonin afër? Si kena zemrat e lidhur me telefon? Wallahi, kur e ki Kur'an, zemrën e lidhme me Kur'an, kime mbajt Kur'anin afër. Atëre, që shka thot Abdul Karimi, rahimullah, wa hafidhahu. Thot, qad ra'ayna min shuyukhina, që shishtat, po fol për zëmonin tonë, se ka njerë na kur përmendim, ka thonë Abdullah ibn Mubareki, ka thonë ai, ka thonë ky, atin, po mirë be, ka po pejgamberin alayhis salam, o kohë tjetër, mirë be, që zëmonit tonë, kohës internetit, kohës Snapchatit, e Instagramit, e TikTokit, e Facebookit, e krejt, zëmonit tonë. Po thot Abdul Karim al-Khudairi, rahimahullah, wa hafidhahu, thot, qad ra'ayna min shuyukhina qad quriba min amaluhu min amali ibn Mubarak. Kena pa thot pe hoxhallarëve ton, që veprat e tyre i kanë mbri veprat Abdullah ibn Mubarekit. Që ky Abdul Karim al-Khudairi që po flasone, ka kallzu një pinzon sa vetit afërt, aty sa lexon dite për fe. Deri në 16 orë. Mbi 70 gjatë i ka. 16 orë. 16 orë mbi libër. Dove mi thonë 16 minuta me nesër e nauta. Mu kur më thot ideale ris po me lexu, aty ma bën një far termeti ma bën tru. Unë s'moj me, po i them sinqerisht apo. Nuk di çush jeton dikush pa libër. Wallahi bilaj po. Çush të keni qef mërmani këtë fjalë e ata tjerë që kanë me ndëgju. Çush dush bareni? Unë nuk di çush dikush jeton pa libër. Pa libër e pa Kur'an, nuk di çfarë jetë është ajo. Çfarë kuptimi ka jeta pa ata. Pastaj, çush arrihet këtë dashurit e mi me arrit me i mbri veprat tuja, me arrit do të thot ata kolost e dijes edhe ibadetçit e mëdhaj me arrit të ta. Arrihet dashurit e mi kur tër jeta bot për Allahun. Çish ka thonë Allahu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, thot Allahu te baraka wa taala, namaz jam, kurbani jam, jeta jame, e tëra është për Allahun subhanahu wa taala. Nëse shte e arrin me etu, ti dush me tu për Allahun, dush me tu. Dush me etu për Allahun te baraka, me marë frym për Allahun. Kur e arrin që të gradë robi, me etu për Allahun, tani trupi bën mërkullina. Pastaj thot, wa yulqa shuh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të pllakos, do të mbuloj kooperacia do të përhapet. Kooperacia është më e rëndë se dorështrëngimi. Dallimi mes dorështrënguesit edhe kooperasit është se kooperacia është me lakmi. Ai që dorështrëngum, ka njerëz që janë dorështrëngum, ai veç ato. Ama s'ka lakmi. Kooperacia është shkollë më e rëndë. Që ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, do t'i mbuloj njerëz kooperacia. Sot na jena dëshmitar. A ka sot lakmi më të madhe në mes njerëzve jo? Po lakmia marrë po vllazit, po rreth ndërmjet veti. Po rrehen vllau me vllau. Vllau dhe vere që të gjyç. Ja Allah, me bagjen ndeti, me vllau gjyç. Që që vazhfar kontrasti. Bagjen ndeti, a me vllau në gjyç. Çfarë muslimani jeti, mëre? Çfarë muslimani jeti? I cili do thot bën kabull me çu vllaun ton me çu tek tjetri me gjyku. Po te hoxha më kisha në barë me çu. Pasha Allahun që është një. Që gjykon me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Elo me çuti vllaun ton mu gjyku me ligjet kufrit. Zdi çfarë imoni o kjo po. Nuk zdi çush më aqit emrin këtij. E tani tha ky haxhi, po ky haxhi Kastravec. Ona atjen pej në xhamin tim, ku jam shpesh e përdor, do të thënë haxhi Kastraveca. Ama si Kastraveca thept, që as tushi, as kur gjë s'mundesh me bu me ta. Allahu ju udhëzoft ata e neve ya rabbel alamin. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Wa tadhharu al-fitan", shfaqen thot fitnet, shtohen ato. "Wa yaktharu al-harj", shtohet dëmvrasjet. Hergji, i thamë, çka hergji ja Rasulullah? Tha el-qatl vrasjet, që ka ndodhur. Merret telefonin dhe sheh. Çdo ditë Zotit dalin portale, e gjojtën këta, e vrajtën këta. U vra ky, u vra ai. Kjo në raport në vendin ton, dalin pi vendit ton, shkon në Gaza, ma shumë se 60.000 njerëz janë vra. Ma shumë se 60.000 njerëz. Për çka janë vra ata? Veç pse thonë, Rabbun Allah, Zoti janë është Allahu. Edhe kënë gjason sikur se, kur kanë ardhë Firaoni e kanë ndjek Musën me vra,
O dal një për besimtarëve në fronjën e Firaunit, ka thonë, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Po dëni me vrani njëri, veç se po thotë Zoti jashtë Allahit. Wallahi musliman për çit punë vrojnë. Veç se po thonë, me pa thonë, i pa përmend ata zotat e tyre që i kanë, ngutë si kishin. Hiç. Ama, kështu që ka ndonë në Gaza. E një të e po. Pasha Allah në kom pa një video para do ditve, ma ka shkrymu zemrën, ma ka shkrymu. Një qike vogël, diku 7-8 vjeqare, i theke gazetari, që ka danë, theke, që ki dëshirë, që po danë, theke, bukë breveç me hungër. Bukë s'po kanë me hungër. Që ndoshta kanë herë në bukën e gjujmë. Ka në shpia tona gjujët buka. Kratë tona, e merë dhe gjujët, baja të bo. Bën makarona, s'pa i hajnë fëmija, qa me i bo, gjuja qenit, aftën. Bilëm hapet qenit me a qitë amacës, hapet shkon sadakon, inshallah ta'ala. Që ta e ki pa jo mbledh në për kontinjerë njështë të lypse, desa mbledh njështë në për kontinjerë, ka diçka aty. Për fat keq, a dikush vun për një copë bukë. Po, Allahu na falte, na drejtoft. Që ta pejgamberi s.a.s. thot, që ka thot në hadith tjetër, thot, el ibadatu fil hergji, ka hejgjërit e ilej. Si kanë thonë sahabet, hadithët e kë, është përmendu më thonë në sahihun e Muslimit, sahabet e kanë vetë, çka me bon këtë fitnëve pejgamberi s.a.s. Edhe çka duhet me bo musliman, që ka thot Abdul Karim al-Khuderi, alel muslimi idha wujida mithlu hadhi al-alamat, من علامات قرب الساعة أن يلزم العبادة كما جاء في الحديث الصحيح الإبادة في الهرج كهجرة إلي. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Karim al-Khuderi thot besimtari, muslimani, kur i gjen këto shenja të alametet të afribit kiametit, që afru kiametit, çka duhet me bo? Duhet me bo që shka në hadith vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shtohen vrasjet, bëni ibadet, se ibadetin kohën kur vriten njerëz, është si me bo hijret tone. Fitnet kur pëndodhin vlazni, ule kryt, fale namazin, shtoj istikfarin, mos hin Facebook me kallzu kush e ka mirë, kush e ka keq. Qysh pja bojnë da, pej loqit pejes, dal me i da, qa u ka bëna i Saudi, qa u ka bëna i Yemen, qa u ka bëna, istaghfir rabbek, kërka falet e Zotit jot, këshire familjen tonë, mos u merr me gjëra, disa trunin e kanë 1.1, aja japin veten drejten, kujtojnë që trunin e kanë 2.0. Aja kanë 1.1, masën 1.1 e ki trunin, me ta bo 1.2 të kallët trunin. Le që aty, mos fol për sende që ti nuk ki kapacitet, nuk din me ju qas, nuk din me i kuptu. E lemu me fol për gjërat madhore, kur ulemate më dhaj heshtin. Njerëz të mëdhaj dijes heshtin, s'folin për to, këtë cari, arabisht jo. Kur'an, Allah mustaj që lexohet Kur'an, avutan. Po ku e more këtë ilm ti? Ujnë e khadhë të hedhe l'ilma, avutan, për me fol për to gjërat të mëdhaja, avutan. Për atë, muslimani i mirë, bën ibadet. Pejgamberi sa se ka thënë, jo hoxha. Ibadetin në kohë vrasje, çka është? Si me bo hijret të unë me bo. Pastaj, dashurit e mi, vim të hadithi tjetër, edhe kjo hadith është që na folë për një gjë, që na jem të prek zamonin tonë. Ebi Musa dhe Abdullah ibn Mesudi janë transmetues të këtij hadithi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, inna bayna yaday as-sa'a, para kiametit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la ayaman yanzilu fiha al-jahl, zbret ignoranca. A ka ignorancë kohë tonë s'ka? A ka pashallohën ma ignorancë se me shkutin shpit të zojmë? S'pa përmendi emën, të një akrebaje, mos të përmend me thonë të këtijat ati, të një akrebaje joti, që ndoshta të ka ndodhë ty, shkan aty, do në mu falë, ti thush, ka kibla, thot, zdi ka kibla. A ka gjehel matë madhë se njerin në shpit vetë, pos me dit ka kibla. Këtë kalzën sa janë muslimon ta. Këtë kalzën të sa e besojnë Allahun. Që shfar gjehli? Qëtash me dalë në rrugë me i thonë, dikuj plot vendosha me me thonë, a di që ka kibla, zina s'kibla që ka është. Lemove me shtitin muhabete ma të fela. A ka gjehel që tash as ka? Wallahi nëse që tash s'ka gjehel, s'po di kur pas ka pas atëra gjehel. Pejgamberi sa thot, do të vinë ditë kur do të zbret ignoranca. Jo yarfahu fiha al-ilm, do të ngritet dia. Edhe sot ne aty e prej këto. Gjahilat folën me të madhe. Ti mos kujtosh që çdo kush që i thot vetit apo e ka qit një kapuç në kry, e i kanë thonë hoxha ajo është hoxha auton. Jo, ka dalë. Ai mund të më konë edhe me një epitet, më konë gjahil. Ko ka ignorancës më konë, se e kap ilmin dalash. E kap ilmin dalash. Që shtot shek
Sheikh Fauzani hafidhullah e pyetën një ditë para ditëve ndëgjesh atë ke kurs më shumë se s'ka pas mutaallimun. Mutaallimun janë një që janë të mësu për shkollë. Kanë kryer një fakultet, e kanë një fakultet. Ama dietar pak ka. Tullab al-ilm pak ka në zonë dijes. Ama me diploma, sa dush tash na kanë qenë edhe fakultete si këpurdhat apo. Si këpurdhat. Shkon aty apo gjatë kosh apo. Vesh mjafton mi dorëzu dokumentat edhe bas sa kalon 3 vjet apo tash përpara kon 4, tash 3 vjet fakultetin, mbas 3 vjetve thot ky hoxha apo. Ky ka diplom për hoxha apo. Ignorant, a din arabisht ja valla. Kada hala se kushu arabisht. Ya Allah. Çu do të na shpjegoj ti Kur'anin kurse din arabisht? Te kush ke mësu ti? Ka ne ki hoxh? Te kush ke mësu? Kush ka dëshmu për ty se ti je i thirrur me fol për fe? Ti a din që Imam Shafiu ka shku te më shumë se 100 hoxhallar der për deri ka. Ka thonë, a bën me folun për fe? Imam Shafi'i ka shku der për deri ka hi hoxhallarëve ulemave, a jam unë i thirrur me fol për fe? Çka më thon na këtu në djem vetërit se na hinë në për TikTok, kam mjafton me çeltun në akontin TikTok edhe live-in aty edhe kur t'janë isa thon. Hak, batil, kafir, murxhi, jahmi, mu'tazili, kajta thon. A kur i thush, cilat janë farzët e avdesit? Cila është lutja që duhet me thon, lutja hyrse e namazit, me pas goj subhanak Allahumma e kish rresh plak e kish. Se këtë namazin e ka veç subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarak esmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Lutje tjera hapse që t'jon se net se ekzistojnë të kë. Të me dit, a është qafir, a është qafir e din. A e një të kuptu, pse po i përmendi që to, për me prejk realitetin. Të aty që ka lutje tjera, pejgamberi sasel në ditë o konë tu fal namazin, një pi sahabeve në base ka bu një lutje. Ka thonë, Allahumma ba'id bejni wa bejna al-khataja, kama ba'adta bejna al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma gësiri al-khataja bima i thelgji wal-barad. Kër e ka këthy, namazin, ka thonë, kush për juve boni që të lutje? A i sahabe ka thonë, unë e a Rasulullah, ka këtu që për do me qërtu? Ka thonë, Allah i pash me loj këtë të varapu me shkru se vapin e kësaj. Kjo është një për lutjeve tjera. A do një edhe një tjetër me mësu. Pejgamberi s.a.s. shpesh e ka nisë namazin e ti. Edhe këto, mësojnë i dashurit e mi, se qëto kur ti thush namaz, vjen një kënaqësi, ama këtë kënaqësi dush me mbajt veç i zemër. Jo me nxirr të tjerë, se kur të nxirr të tjerë ta një problem, ama këtë kënaqësi me përjetu në zemrën tonë, dhe kur e thush këtu me thonë, namaz jam ka nisë me ngjasu, namazit e Rasulullah s.a.s. Qysh e ka hap namazin, pejgamberi s.a.s. ka thonë, Allahu akbaru kebira, walhamdulillahi kathira. O subhanallahi bukratan wa asila. Mësoj që të fjallë, bre. Ama jo veç subhaneke. Se me pas goj subhaneke, do të e më kilofre, ndrëm be pak. Ndrëm pak, ndrë kanal. E po të për fat keq, jonë disa, po thëmë avtan. Vëllaj që, a me me vetë, të cilat jo farës të avdesit. Haj, lese e shli në fel. Me po me thonë, shurut, shtyllat e namazit. Da ma fel. Kushtet e namazit. Da ma fel. Ama një njeri që shto si din, pasha Allah në du të me eshtre, që tu mi thonë, hajde me ta falë namazin e gjinasës me 18 tekbire, jo me 4, jo me 18. Se për shto kemu pyt për Allah subhanahu wa ta'ala. Që kjo ilm daruri, ilm obligativ që dush me dit farës të avdesit. Na për para, kër i na shku në kom pas në gjysh, rahmetullah alej, Allah im shiroft, Hafiz Salihin, kër shkeshin me mësu taj, na im shajke shartet, i theshin shartet të tërshnis. 33 shartet. Thejke, baba thëke, janë iske thëke, tavdesit jonë, 5 islamit, 6 imanit. Sa shkur i thush, djemë e ka mjekër e dejgjë dhe e ka, i thush, cërat jonë, palla, ka dalë hoqë. Ambë sa tja, ati që ke, si me pakon ato, ati ato farë që shi thojnë ato lodra, ato lojna që jonë, që i mbushin, se s'pam kujtot e emni. Në për gazeta që jonë kona të farë, fjallë kryq, si jetu mbush më në fjallë kryq? Ti dush me mësu këto, se nesër ka më të rritë djali, ka më të rritë qika, ki me mësu, ti dush me mësu qikës. Mëse le qikës tonë dhe me amarë dhe djali tonë se vapin hoxha në gjami atje. Jo në dësende që dush më konë gjelaz në shpeti me mësu. Elhamdulillah, në zban me mësu hoxha njëstan. Dush me mësu te. A ti pse? Po jo nëzisën këto, pëse na kena qef hoxhallar, na jo pësoj, na pe u kapim se të se vapi uve. Po mos taleni neve këtë se vap.
Mësaj elhamdulillah se djali sa të gjallë, sa herë këndan elhamdulillah se vapi ka me të ardhë në bartë. Se të tjeni ditë ki me dek. Investon vorin tënë, sikur që po investojmë në bizneset tona. Pastaj, shqaj hadithin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngritet dia. Qysh ngritet dia? Është një hadith që është hadith bajak i trishtues, dashurët e mi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min suduri ar-rijal wa innama yaqbidu biqabdi al-ulama fa idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighayri ilmin fadallu wa adall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e ngrit dijen duke e marr dijen pe gjoksave të njerëzve. Intiza'an min sudurin nas, jo të ke marrë për gjoksave të njerëzve ato. Po qka? Bi qabdil ulama, duke i bo me vdek djetartë. Kur të vdesin djetartë, Allah e ngrit dijen. Hatta, që shka në hadith, që në dëgjën, thot, hatta fa idha lam yabqa alimun, desa nuk mbet një alim tuk. Ittakhadhu an-nasu ru'usan juhala, i marrin njerëz për hoxhallar, për djetar, kokat e ignorancës. Si se monin tonë, e qesin dikon, i qëtë kime Fauzalit, thot, se merë vesh Fauzal, ajo djetari mretit. O, mare, me i thonë, me pas, po ty, s'ka që ka të lanë që i thush kështë, se ti si du di që ka pa folë. Gjithë që ka të servohet edhe që ka në dëgjën, edhe nëse, edhe po thonë, kushtimisht po thonë, edhe nëse ka diçka të vërtet, heshtë valloj se s'ka me të vetë Allah ty për të bre. S'po të pëlqen, unë e kom përmend në pej atje në ligjeratat e mia e kom përmend, kom pas fatin njerë për herave me qenë seminar me një hoxh të madh akides, me Nasr al-Aqlin. Shkum me lexu një libër të hoxha. Edhe mbasi që e lexuam librin, ule me hongër buk. Edhe kisha fatin me pas afër hoxhën. Bi tham thash, o hoxh thash, unë si nxënës i dijes, ka një herë thash disa fjalë dietarëve se më ka i marrë vesh. Disa qëndrime të tëne nuk po i kuptoj. Tha o djali jam, gjërat që si kupton për ulemave, hesht. Se Zotis ka obligu ty me i gjyku ti ulemat. Ato që i kupton punon me to, ato që si kupton, leja ta mes tyre dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Apo, lejti djetarë tjerë, del dikush një djetar i kalibrit ti, edhe kalzën e ka mirë, se ka mirë. Po s'jeti prej pejes me kalzu kush e ka mirë, kush e ka keq. Albani Murgji, Fauzani Imretit, Bimbazi qarë, s'ka pa, Othejmini tuc. E kush be keq ajtrimja, bën me ditë kusha? Një që o rritë në lasht pejes. Një që i pasha Zotën, a vëltan, hala, dinin e Zotit e ka të qka përderdhëm. Dy meseles dini me i lidhë. Pasha Allah, pse po flasme që të gjutë, dikush mund me thonë, ko kanë ze hoxha, vallaj, që më që me kërkan. Po dhime ndjem të ri. Se na po i ndim, tash ditë djoli bërë të gjabi, tha jo pëndu, tash ti e pëndu, mirë ki po që e pëndu. Po që ka donë mi u bo që aty në fjallë që i ki thonë. Duko punave që u pëndova. Ti e kismu tjetërën, hajde, pezojmë, Allahu inshallah u tala ta ka pranu pëndimin ty, po që ato që e kismu, para dashurit e mi, që shka thonë, men selem e nese, selim. Kush i len njerëz të rahat, ko men letu rahat. Men shatem e nese, shutim. Kjo është poezi, men selem e nese, selim, o men shatem e nese, shutim, është poezi, imam Shafiut. Kush i len njerëz me jetu në rahati, jetën në rahati, kush i shan njerëz ka mu shajt, keme tu dinu tu dan, që është bëjsh ka mu tu po. Valla unë e fola, ani, tha devijaj, qysh ke mirë dhe e shej rrugën e drejt, pa e shanse, ka fol për ulema. Pejgamberi sa ka thonë, çka ka thonë, mishi ulema bo i helmum ma. Shek Shenkiti, Sufi. Ky tjetri, këse, ky asi, ma jare, kush në mbet më rëvla, kush? Ja, thash një farë Ebu Dujane. Unë i thëmë Ebu Tabake, Ebu Tengjere, që zë jaudon. Hërife fi indel muslimin, është njofte musliman, kër ka ndalë, ka thonë, kush ka thonë, Sufjan e Thauri. Këtë kanë ditë kush është Sufjan e Thauri? Sufjan ibn Ujejne, Ejub Sekhtijani, janë dalë Abdullah ibn Mubarak, Fudail ibn Iyad, s'ka thonë Ebu Abdullah, Ebu Muhammed, Ebu Tarta, Ebu Mërta.
Sot me e buja më shefet, apo thon. Po ti çita jamnin? E ka marrë, ka përkthy librin. Libër shumë i madh, kush e përkthyesi? Ja s'dim kush e përkthyesi. Po ka çfarë diu në kush e ka përkthy këtë libër? E ata çfarë do ka pas zemën kur ulemat i kanë më shefe, leve vësraj. Madhe se ka pas burra kjo me çdere që kanë dalë kanë zukur, duhet me kallzu hakin, duhet me qit hakin si Imam Ahmedi, jo dalë dhe ka thonë edhe u kry. Sa s'pas ka dit Imam Ahmedi me bolaj ka mja qit emnin vetit Ebu Abdullah, e ka pas emnin djali vet Abdullah. E ka pas kunën Ebu Abdullah. Mos ke pati kunën për librat Imam Ahmedi me thonë shkruajti Ebu Abdullahi. Ati pse jo? Sa ti sa Ebu Abdullahi është. Ama Ahmed ibn Hanbel është një. Çështja njerëz të hakit të vërtetës nuk mërziten ata, opton. E çesi duhet me thonë, edhe hakin duhet me thonë. Allahu na bof pejt mirëve ja Rabbel Alamin. Pastaj hadithi tjetër që është i njëjtë e tematikën e njëjtë e tregon domethënë thot do të e kom dëgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se fjala herxh është pi gjuhës abisiane. Min Habesha, që do të kupton vrasje. Pastaj thot Abdullah ibn Mas'udi, hadithi i fundit që ka përmendur Imam Buhariu me këtë e përmbyllim, thot min shirarin nasi man tudriku sa'a humul ahya. Min shirarin nasi man tudriku sa'a wa hum ahya'un. Njerëz më të këqij që i arrin kiameti, do të thonë ata njerëz më të këqij i arrin thot kiameti. S'mbet derisa ka ardhur në hadith domethënë o përmend thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la taqumu as-sa'a hatta yuqalu fil ardi Allah Allah. Nuk bëhet kiameti derisa njerëz nuk dinë më shumë pej fesë Zotit veç Allah. Thot e kanë ndëgjuar të parë tonë të thonë Allah dhe na po them Allah. Çfarë zëboni? Apo la taqumu as-sa'a illa ala shirar al-khalq, që shkon hadith tjetër thot nuk bëhet kiameti veç tek njerëz të këqij. Po këtash këto është një hadith tjetër që dikush mund të thotë mirë, po thotë hoxha kum dëgjuar në hadith thot la taqumu as-sa'a la tazalu ta'ifatu min ummati, do të vazhdon një grup i ummetit tem që kanë me qëndruar të vërtetën hatta yati amr Allah, deri në fund të hadithit, derisa të vjen kiameti. E tash këta thot Abdul Karim el-Koderi nuk bën kundërshtim me këto hadithe. Pse? Se pak se para se me ndodh kiameti prej anës Jemenit e çon Allahu një erë të butë, një frym të butë. Edhe kur fryn ajo erë ja u merr shpirtat këtij besimtarëve, ja u merr ato në ehlul haqit. Se ehlul haq gjithë ka me pas. Derisa afrohet kiameti, pak para kiametit Allahu ja u merr shpirtin, atëherë mbesin shirarul khalq, mbesin njerëz më të këqij, edhe Allah subhanahu wa taala e bën kiametin dhe bëhet kiameti. Aty ku ja kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala ahli tayyibin tahirin.